Kur e ke dosjen Ballukut që nga dhjetori dhe nuk e publikon, nuk po e lufton pushtetin, po e mbron protesta e nesërme nuk ngjan si betejë kundër Edi Ramës, por si një tjetër shfaqje e zakonshme e një opozite që bërtet shumë dhe godet pak. Nëse Partia Demokratike dhe Sali Berisha e kanë pasur dosjen Ballukut që nga dhjetori dhe nuk e kanë bërë publike deri sot, atëherë pyetja nuk është më pse protesta e nesërme nuk do sjellë ndryshim. Pyetja është më e rëndë, kë po mbrojnë realisht? Sepse një opozit që thotë se ka në dorë një dosje shpërthyese kundër një prej figurave më të fuqishme të qeverisë dhe zgjedh ta mbajë të mbyllur për muaj të tërë, nuk po sillet si forcë që kërkon të rrëzojë pushtetin. Po sillet si forcë që, me vetdije ose jo, po i jep oksigjen atij. Kjo është arsyeja pse protesta e nesërme nuk bin. Nuk duket si akt real opozitar. Duket si show mediatik, si një tjetër skenë e konsumuar ku flitet fort kundër regjimit, por ruhet me kujdes një nga dosjet që, sipas vetë opozitës, mund të kishte tronditur seriozisht qeverinë. Dhe kur e mban të fshehur një armë politike kaq të rëndë, atëherë nuk mund të dalësh të nesërmen në shesh e të kërkosh besim popullor sikur je në luftë frontale me pushtetin. Sepse le ta themi troç, duke mos e bërë publike dosjen Balluku, Sali Berisha dhe PLP i japin asaj të njëjtën mbrojtje që i jep Edi Rama. Njëri e mbron nga pushteti, tjetri nga opozita. Dhe rezultati është i njëjtë, Belinda Balluku mbetet e paprekur në thelb, ndërsa publikut i shitet revolta si produkt politik. Kjo e bën protestën e nesërme jo vetëm të dobët, por edhe të dyshimt politikisht. Sepse kur opozita ka mundësinë të godasë dhe nuk godet, kur ka dokument dhe nuk e nxjerr, kur ka bombën dhe nuk e shpërthen, atëherë ka vetëm dy shpjegime, ose nuk do vërtet ta rrëzoj kundërshtarin, ose loja është më e thellë se sa ajo që i thuhet publikut. Në të dy rastet, populli shqiptar mbetet i mashtruar. Dhe këtu qëndron arsyeja pse kjo protestë nuk ka gjasa të sjellë asnjë ndryshim real. Jo sepse mungon pakënaqësia. Jo sepse mungon revolta. Por sepse mungon dëshmëria politike e opozitës për ta çuar betejën deri në fund. Me muaj të tërë, Berisha ka zgjedhur zhurmën para goditjes, mikrofonin para dokumentit, skenën para faktit. Dhe një opozit që ushqehet me spektakël, por kursen armën që thotë se ka në dorë, nuk prodhon ndryshim. Prodhon vetëm ciklin e zakonshëm të zhgënjimit. Në këtë klim, është e kuptueshme pse shumë qytetarë po shohin më me interes forca më të vogla, por më të drejtë për drejta në qendrim, se sa Partinë Demokratike. Sepse opozita nuk matet më me sa njerëz mbledh në shesh, por me sa e vërtet është kur thotë se do të përballet me pushtetin. Dhe nëse e vërteta më e fortë e muajve të fundit mbahet e kyçur në sirtar, atëherë gjithçka tjetër duket fasadë. Prandaj protesta e nesërme nuk ngjan si thirrje për ndryshim. Ngjan si një tjetër akt në teatrin e madh të tranzicionit, ku pushteti bën sikur trembet dhe opozita bën sikur sulmon. Dhe ndërkohë, Balluku mbrohet. Rama fiton kohë. Berisha merr kamerat. Populli nuk merr asgjë.